Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh kockave, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni hithra çdo ditë. Hithra është e njohur si Urtica dionica, në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan nga çaji i hithërës ose uji i hithërës përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Është gjithashtu e pasur me minerale si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni lëngun e hithërës duke vluar disa gjethe hithre në ujë. Mund të shtoni një lugë mjaltë të ëmbëlsuar. Ja disa veti ushqyese dhe medicinale të hithërës. Ajo parandalon formimin e gurve në veshka dhe problemet të traktit urinar. Lëngu i hithërës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë edhe infeksionet të traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ajo ka veti antiinflamatore dhe rekomandohet gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve të muskujve. Është një alternativë shumë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj, sidomos edhe këtyre komplikacioneve që mund t'jap lehtësime. Gjithashtu, ajo është e mirë kur në ekzema dhe probleme të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antiinflamatore dhe antibakteriale që ka, lëngu i hithërës mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave nga trupi dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet të cilat i kanosen shëndetit të lëkurës suaj. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar vazhdimisht në dietat tuaja. Ajo parandalon dhe lehtëson edhe problemet të cilat lidhen vazhdimisht me alergjinë. Lëngu i hithërës mund të lehtësojë alergjinë që ndodh për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet dhe teshtimat. Ai është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i hithërës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftën e anemisë. Gra shtatzana duhet të përdorin lëngun e hithërës për të parandaluar problemet që lidhen edhe me këtë problem. Është e mirë për tretjen. Pini lëngun e hithërës në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe problemet e traktit tretës. Ul nivelin e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sisosterol, ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, të cilët janë antioksidant të shkëlqyer. Lëngu i hithërës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon luhatjet e sheqerit dhe presionit të gjakut. Lëngu i hithërës do të ulë nivelin e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Redukton probleme të ndryshme. Pakson edhe problemet nga hunda dhe zorët. Lëngu i hithërës ka veti të shkëlqyera medicinale. Lëngu i hithërës është gjithashtu ideal edhe për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithërës në formë të gargarave në mënyrë që të pastroni gojen nga bakteret të dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe erës së keqe të gojës, citon Step to Health. Personat që kanë probleme me stomakun, gra shtatzana dhe fëmijët duhet të konsultojnë me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithërës si një bimë medicinale. Jo të gjithë personat reagojnë në mënyrë të njëjtë nga konsumi i kësaj bime. Hithra është një bimë shumë e mirë e cila mund t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Mund të lehtësojë një sër komplikacionet dhe gjithashtu t'i ofrojë trupit tuaj një sër efektesh pozitive. Shëndeti i veshkave do të përfitojë nga konsumi i hithrave. Vlerat më premtuese të lëngut të hithërës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike që ndihmon sistemin e urinimit më të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hithërës përmirëson shëndetin e prostatës dhe parandalon edhe zhvillimin e gurve në veshka. Sistemi imunitar do të jetë më i fortë me përdorimin e hithrave. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjendet të çaji i hithërës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj pije fantastike vlerat që lidhen me fuqizimin e sistemit imunitar. Shëndeti juaj i zemrës do të jetë më i fortë me përdorimin e hithrave. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë mes konsumit të rregullt të hithërës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit antiinflamator dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe enëve të gjakut.
Në këtë mënyrë përmirësohet qarkullimi i tij dhe fluksi i oksigjenit që çon në pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ul shanset për atak në zemër, ishemi dhe komplikacione të tjera kardiovaskulare. Hithra është e pasur gjithashtu me elementë të mirë të cilat do të ndihmojnë edhe sistemin tretës. Antioksidantët që gjenden te hithra kanë veti antiinflamatore dhe lëngu i hithrës e bën fantastike kundër problemeve me tretjen. Lëngu i hithrës ndihmon në rimëkëmbjen e shëndetit të të gjithë aparatit tretës dhe promovon arritjen e bakterieve të dobishme. Shëndeti i lëkurës do të përfitojë shumë nga hithra. Lëngu i hithrës ka veti qetësuese dhe ndihmon në lehtësimin e simptomave si aknet, ekzemat, irritimet dhe njolla të tjera të lëkurës. Ju mund ta pini këtë lëng për të përfituar këto efekte, ose mund të përdorni lëngun e tyre për të lyer zonat e prekura të lëkurës për të siguruar përfitime maksimale. Është e mirë kundër osteoporozës. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Këto janë lëndët jashtëzakonshme për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe në parandalimin e sëmundjeve që gërryejnë në kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës mund të përdoret për të ulur dhimbjet e muskujve të shpinës, të kokës, lëndimeve të lëkurës e të tjera. Ky lëng është kaq i fuqishëm sa që mbart edhe shumë element pozitiv. Aplikimet e jashtme të lëngut të hithrës janë po aq efikase, madje edhe të drejtpërdrejta, por gjithmonë sigurohuni të pini lëngun e hithrës për të përfituar më shumë prej tij. Por si të përgatisni lëngun e hithrës? Vendosni hithra të thata ose të freskëta në një çajnik. Hidhni ujë dhe vendosni çajnikun në zjarr. Për një filxhan me hithra nevojiten 2 filxhan me ujë. Çajin mund ta pini të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të nisë të zjehej, hiqeni nga zjarri dhe lini të ftohet për pak minuta. Më pas skulloheni dhe hidheni në filxhan. Disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer, por edhe mjalti është një nga zgjidhjet ideale. Mund t'i shtoni akull nëse dëshironi dhe vetit që do të merrni nga konsumi i saj do të jenë vërtet të larmishme. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini për këtë bimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por t'jep edhe përfitime të tjera për shëndetin. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër përdoret për të luftuar zbokthën dhe për të hequr yndyrnat e tepërta nga floku. Sot në Gjermani hithra shitet si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjërësisht në përgatitjen e shumë recetave kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara hithra përdoret më shumë për problemet e reumatizmës, artritit, tensionit, gjakut të lartë dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si recetë natyrale për rrënjen e flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemave. Nëse e përdorni hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekura nga artriti, dhimbja mund të qetësohet deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë të shumta dhe të rëndësishme për organizmin. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar, çliron trupin nga simptomat e artritit, lufton alergjin, ndihmon edhe me diabetin. Jep forcë fetusit e nënën shtatzana, çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrje dhe dhimbje të barkut. Shkatron gurën në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërta. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon me sëmundjet respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton problemet e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga diarreja. Ndihmon në sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacioni. Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga problemet e shumta. Ndihmon në trajtimin e problemeve të Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorëve dhe parazitët. Mbron shëndetin e tiroideve, shpretkës dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithra në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se ta bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun sepse hithra mund të ndikojë te një sër medikamentesh që po merrni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.